listën guxo pas Po listën guxo, hala unë kam thonë që kur jo çason, që kam thonë që kon Albinit. Në një farë formë ja ke fol djallë? Ja kam fol pasha zotit, ja kam fol djallë, më thotë që vjo, po në momentet vendimtare, kur preket interesi Kosovës, unë nuk e ngjarë djallin tem, por nuk e kam pasur në asë një qëllim. Edhe sikur, ku me ditë qka të unë, nuk kam pas qëllim për me bon, se po shkatoj. Para me nojë që ka folë, një president e venit, një nonë, një familje, një njeri që e ka bështet mas shumë ti. Unë e di që, të më thonë, prej emisionit tem e ke mbështet edhe ke thonë, kjo qika e ko mirë, përna për Po pikrisht kam thonë, kjo unë një binam. Përna prezentan mirë para butës. Për mendimin tim, gjithmonë e kam thonë, kjo unë një binam, i shkelqyshëm, kurti me vjosën, kjo e ka paraqit në arenën ndërkombëtare Kosovën ma mirë se tonë, dhe thyrjet e ty në kujdion në shpe. Qa i kum ditu në që kanë bëhë këta. Deje kom pa kur ka plas bomba. E në to video që e kanë qitë basa? Unë e këpiktojnë e kom bëhë të atin që e ka bëhë kjo video, nuk e kom thonë unë, po e ka thonë Baton Haxhiu. Thot, para gazetare, thot Baton Haxhiu, takimin në New York, ja ku më aranxhu unë. Bile veta jo, kush e ka, a do mi ditë kush e ka aranxhu, dhe Baton Haxhiu thot unë, regjë. Cilin takim që... New York, duke 2024 shtatora, me Grenellën edhe me Gjuricin. Me Grenellën me Gjuricin. Gjo që unë, kur e kum pa, nuk kum pas dëshirë që kjo tjetë prej e tyne. Edhe sëllë ja thamë, s'kum dash me kom prej e Gjuricin, e Dirames, edhe e kësaj ekipe. Se kjo është ajo ekipa që e ka pru Kosovën bush përbërjes. Ti munësh me thonë, me livdu sa dush, po këta dë, këpina, bashkë me Albinin, e kanë pru Kosovën për mi kontrolu cep edhe me ruhe teritorin e saj dhe kushtetshmërinë e sovranitetin e saj. Dhe tash, unë e kam thonë një kontest. Ndrysh, këta qohet presidentja qatë, unë e kështu Halil Geci ka thonë më përshkatu, unë për tutë në të qaj, qysh flat me përshkatu. Unë jam që kjo Halil Geci, familje ime, që ka mbrojt kushtetutën e Kaçanikut, edhe kam pas shumë pasoja. Të mbrojt atë kushtetutë Kaçanikut, që kanë bon një institucionet tonë, po. Tash, po kam njëjt atë pasoja që po punona, mi mbrojt një kushtetutën e sodit, ku dy jurist mirë si Baraliu, thët, është gut presidentja, me këte ka bon një puq politik. Një grusht. Jo një puq, po një grusht. Grusht politik. Unë ja kam thonë që ka thonë Baraliu, që kam thonë jurist, unë që jam jurist. Dhe ja kam thonë, po si kur të kishë fuel në Kore, e kështë përshka, ose në Turqi, ose dikur. Dhe absolut ju, tjera të cene, absolut. Momenti kër i kom pa, që janë ndaj, jam kundështar total dhe sa dijet se kush është kjo, kush është të fajtori, unë jam kundështar që kam pa me sy. E pse po bojnë thirrje për arrestim të Basës Lil, tonën? Që e poshtë lajme dikun nëse s'gaboj në Kua Vizion, nëse s'gaboj? Jo, për që të fjallën që e kam thonë, po të tishte shkelin e kushtetutës të banë të... E që është tash prokuroria speciale po dhënë që ka një setimet? Unë nuk e kom një, që kom pronë, që të ndëgjova, më thanë në telefon... Masa një lajna shtetë demokratiko burat një. A i pove lajmen këtë dhe, prokuroria speciale, ju në që tonë me një këty me shti në burg për 10 vjetë, se i ke thonë presidentës për të vra. O, zatë ruje këtë popull për këti mileti. Unë ma s'ke që uro prej e kësaj. Ma ke që më ka arë që uro, kjo prej e kësaj edhe Haxhef Dyli. E një me jena të Haxhef Dyli kishton që është foto me AID, me kësë është foto personal. Kjo një turpi madhë. Kështë, ditë qa ka full braj. Une me Haxhef Dylin kam full mirë para një 4 vjetë. Edhe në zyrin e ti, pa e në vrete, unë këto fjallë nuk i flatë, se s'jam Haxhef Dylin. Në ordinancën e ti në Prizren, janë zyre, por në ordinancë. E që me thonë, a dikë sa ka dashtaj me thonë, mi a bon një argument
presidentes edhe me abon një argument prokurorisë që edhe unë po tut nëse ne ta më ndodh mu. Ja ka dhonë dërej që ai për shkak që soja me ndëndi që ka unë? Jo, bre, nuk është, po 6-7 ditë, që 15 ditaj, që 20 ditë. Ja, unë po du më të vetë sonte se e ki... Jo, unë po të tregoj. Çka ka thonë? Jo, ai para kësojna, para 20 dite e kem ditë tonë, ai e gjeta statovë që s'janë në këtë parti. E kam morë vesh pej e para 4 vite, ana kallëzën që të ka thonë, drejt kallëzën. Kushko? Jo, nuk flasë së jam i tilë. Aja e den që ka folë. Edhe kam qef aj mi ditë që ka folë. Unë për presidenten një kumë thonë, është një karjeriste që kom ju lonë lëqë. Po mendoj që si huvi, që kjo qik, kjo gru, e ka bo punën matë mirë se tonë, e ka paracitë Kosovën në arenën ndërkombëtare, halal i koftë, dhe do të këshia do të mja... Ti i ke thonë? Unë e kam thonë, i kumë folë edhe në për media, në për vene tjera, edhe me shkrimi tjera. E pse keni që të mendim se shpesh thujnë edhe tjerë, thujnë, vju sa, dhe me thonë, e ka karieriste, e ka lonë edhe